Në rastin konkret, zëvendës kryeministja nuk duhet pezulloj nga detyra. Po çfarë duhet ndodhte me të? Ka hetimet nisura nga ana e prokurorisë posaçme, do vijoheshin me hetimet nga ana tyre. Nëse prokuroria çmon që duhet i larguar nga, po themi, vendi i krimit, pra nga zyra ku ka ndodhur dhe ka disa dispozita. Shkelja e barazisë në tendra, se s'ka akuzë për korrupsion. Janë disa dispozita që në të mira apo në të keqe ato ekzistojnë. Dhe unë në frymën time, ose në konsideratën time të ligjit, unë ligjin e lexoj ashtu siç shkruhet. Dhe në 103, pika 3 ka të përcaktuar qartë që të zgjedhurit deputetët, qofshin edhe antarë të Këshillit të Ministrave, kanë të njëjtin vlerësim, marrin të njëjtin vlerësim siç kanë edhe deputetët. Pra kanë të njëjtin imunitet si personat të zgjedhur. Po ministri si deputeti, po. Pa diskutim që po. Kështu që në këtë frymë, gjykata e posaçme duhet ta mbante në vëmendjen e saj që kërkesa e paraqitur nga ana e prokurorisë nuk duhet që të pranojë për sa i përket pezullimit. Pra bëjmë përjashtim të gjithë të zgjedhurit që janë në rastin konkret që janë ata që kanë përfituar imunitetin e deputetit nga zgjedhjet elektorale, të cilët janë edhe të zgjedhur edhe në... Do japi një shpjegim shterrues për këtë çështje? Këtu ka dy probleme, sepse e para, ajo që mendoj unë është që pa diskutim që duhet të japi një interpretim. Por ky interpretimi ka një cent vogël në mes të saj. Pra kërkesa që paraqitet nga ana e kryeministrit për të pezulluar vendimin e gjykatës ndaj Ballukut. Ndaj pezullimit Ballukut, po. Pra, që legjitimohet kryeministri për të paraqitur kërkesë në gjykatën kushtetuese, legjitimohet. Okej, këtu kam dëgjuar edhe interpretime tjera, kam patur ish prokurorin Besnik Muçi, që më ka thënë duhet ta bëj presidenti se ai emëron dekreton. Jo, flet si subjekt, ka drejtë të thotë, si subjekt që vjen në lëvizje gjykatën kushtetuese. Domethënë, legjitimohet kryeministri që të paraqesë kërkesë përpara gjykatës kushtetuese. Dhe është gjykata kushtetuese ajo që do të shqyrtojë kërkesat që paraqitet nga ana e kryeministrit. Ndërsa për sa i përket themelit të kërkesës, këtu ka dy qasje tashmë. Pra, në qoftë se duhet që gjykata kushtetuese t'i përgjigjet kërkesës së kryeministrit për sa i përket një vendimi që është marrë nga një gjykatë më e ulët, pa kaluar ciklin e të gjitha gjykatave të tjera, pra gjykatës apelit, gjykatës lartë dhe të përfundojë në gjykatën kushtetuese, kjo është diçka tjetër. Dhe kjo është më tepër ajo që do të shqyrtojë gjykata kushtetuese. Sa vendimarrje e vështirë është, Rumano? Pra është gjykata kushtetuese mes dy zjarreve, pra nga njëra anë, nëse i jep të drejtë GKK-s, mund vendosi një precedent rrezikshëm, siç thon disa. Ndërsa nëse rrezon Ramën, nëse flasim për pezullimin, vetëm për pezullimin, unë mendoj që nuk duhet të ketë interpretime. Është një çështje e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Domethënë gjykata kushtetuese mjafton vetëm që të ketë ligjin përpara, të lexoj ligjin ashtu siç shkruhet dhe do t'i japë një përgjigje të menjëhershme kërkesës. Tani, problemi është që çështja që shqyrtohet nga gjykata kushtetuese dhe që u shqyrtua më përpara nga gjykata e posaçme është një precedent i mirë apo i keq, është një precedent. Po është një precedent. Po, dakor. Dhe këtë precedent domosdoshmërisht duhet ta shuaj, le të themi, gjykata kushtetuese si garanti i kushtetueshmërisë. Si shuajti një precedent më parshëm për Erion Veliajn, për shkarkimin e... Po, ligji e ka të parashikuar qartë se cila është forma dhe mënyra e shqyrtimit të kërkesës për shkarkimin e kryetarit të bashkisë, kushdo qoftë ai. Okej, kemi diskutuar. Në rastin konkret, domethënë, jemi përpara një interpretimi kuazi të ri, sepse ka interpretimet më parshme, kemi një vendim të vitit 2000, në mos gaboj, vendimi numër 38, që është realizuar nga një grup deputetësh, të cilët kanë kërkuar interpretimin e nën 103.3, ku kërkonin që të interpretojë që antarët e Këshillit të Ministrave kanë të njëjtin imunitet siç e kanë edhe
deputetët dhe gjykata kushtetuese me një vendim shtërues ka dhënë opinionin e saj që kanë të njëjtin imunitet siç e kanë edhe deputetët. Dhe në frymën e të gjitha e këtij interpretimi edhe të ligjit, unë mendoj që gjykata kushtetuese duhet të jetë shtëruese dhe duhet të normalizoj pikërisht precedentin, pra t'i vendosi pikat mbi, po thua. Një kufizim, qoftë qeverisë apo kryeministrit në paraqitjen e kërkesës së tij, apo gjykatës së posaçme në rastet e në masat që merr. Ardhshme që do të merren. A mundet që gjykata kushtetuese këtë ta realizojë mbasi të jetë mbyllur cikli vicioz dhe themi i shqyrtimit të ankimit nga gjykata e apelit, shqyrtimit rekursit nga gjykata pra ta shtyr derisa të kenë kaluar gjithë shkallët e tjera të gjykimit para se të shkojë çështja në kushtetuese. Subjekti kërkues. Deri tani shpejt ka vepruar, se s'ka bërë vaki ndonjëherë që gjykata kushtetuese brenda pak ditësh të mblidhet. Nëse flasim në kontekstin normal të procedurës, procedura duhet që domosdoshmërisht të marrë të gjitha hallkat gjyqësore, pra pastaj shprehet kushtetuesja. Gjykatën e lartë dhe më mbas në gjykatën kushtetuese. Unë mendoj që kërkesa e Iliazajt se nuk dua të ndalemi shumë gjatë tek aspekti juridik. E fundit, shiko, profesori çështja ka ndezur një debat politik. Profesori kur e merr fjalën e ka dhe fjalën goxha shtëruese, ka dhe të gjatë, domethënë dhe merr më shumë kohë televizive. Ne jemi pak më të ngushtë në sqarimin tonë, kështu që edhe ne mundohemi që të vjedhim sa më shumë kohë në thojza. Kohë televizive. Jo, e kishte fjalën që të mbarojmë debatin unë edhe Urbano që t'i vendosësh gurnën. 1 minutë kohë. Që t'i vendosni gurnën ju të mbarojmë debatin. Është vesi profesionit, Kështu që në këto kushte unë mendoj që jo pa qëllim dhe kryeministri si një subjekt i cili legjitimohet për të paraqitur kërkesën gjykatës kushtetuese, si një gjykatë e cila mund dhe duhet që të rregullojë këtë